Serbia dhe Rusia janë gjithmonë në të njëjtin krah, edhe sa I takon mosnjohjes së Kosovës. Mesazhi është përforcuar edhe një herë këtë të njëjtë gjatë vizitës së presidentit rus Vladimir Putin, I cili mori pjesë I ftuar nderi në ceremoninë për çlirimin e Beogradit. Putin ishte I ftuar në paradën e parë ushtarake serbe në 30 vitet e fundit, e cila u zhvilluar me rastin e 70 vjetorit të çlirimit të Beogradit nga forcat naziste. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me presidentin Nikolić, Putin tha se Rusia e ka mbështetur Serbinë dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë gjë. Sipas tij, Rusia nuk bën tregti me miqsinë dhe se lidhjet ekonomike mes dy vendeve kanë tendencën të rriten. Shefi I Kremlinit nuk la pa përmendur edhe Kosovën, duke shprehur mbështetjen e plotë të Rusisë ndaj qëndrimit serb kundër shtetit më të ri të Ballkanit. Qëndrimi I Rusisë në lidhje me çështjen e Kosovës është çështje parimi. Ai nuk mund të bazohet vetëm në miqsinë tonë dhe në lidhjet tonë të afërta, por edhe me të drejtën ndërkombëtare. Është qëndrim parimor dhe nuk mund të ndryshojë. Nga Pallati I Serbisë, Nikolić premtoi se Serbia do të vazhdojë të ruajë marrëdhëniet miqësore me Federatën Ruse. Serbia sheh Rusinë si aleat të madh dhe partner. Serbia nuk do të bëjë kompromis me parimet e saj. Ne po ashtu nuk kemi zgjidhje tjetër, nuk mund të bëjmë ndryshe. Ditë më parë ai premtoi se Serbia nuk do t'i vendosë sanksione Rusisë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë, edhe pse një gjë e tillë është kërkuar nga Perëndimi. Pas takimit me presidentin Nikolić, Putin u takua dhe me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Dy zyrtarët janë përqendruar më shumë në bashkëpunimin ekonomik. Serbia vendosi të ndryshojë datën e mbajtjes së paradës ushtarake të ceremonisë përkujtimore për çlirimin e Beogradit vetëm për t'u përshtatur agjendës së presidentit rus Vladimir Putin.